Në këtë pikë do të krijohet një parking nëntoksor me një platformë urbane që do të lidh kodrën e trimave me qendrën e po ashtu do të ndërtohet muzeu i artit modern. Kjo do të shërbejë si fillimi i zhvillimit të gjithë zonës së kodrës së trimave, e cila ka probleme me pronësi, mungesë të hapësirave të gjelbëra, mungesë të qendrës rinore, mungesë të infrastrukturës rrugore, të kanalizimeve e probleme të tjera ndërlidhëse. Në bashkëpunim të plotë me qytetarët e kësaj zone dhe me të gjitha grupet e interesit, do të hartojmë planin urban për rigjenerimin e kësaj zone me rëndësi të madhe për qytetin. Projekti i planit urban do të zgjasë 9 muaj dhe implementimi i tij do të fillojë mbas 1 viti me kontratë publiko-private. Në të njëjtën kohë do të bëjmë zgjidhjen e pronësisë paralelisht me zhvillimin e projekteve. Projektet do të kryhen në faza të ndryshme gjatë periudhës kohore prej 1 deri në 8 vite. Projekti i pikës ndërlidhëse mes Muzeut të Artit Modern me qendrën do të kushtojë 25 milion euro. Fondet 15 milion euro do të merren nga IPA dhe 10 milion nga fondet publiko-private gjatë periudhës 3 vjeçare.